I përshëndes të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen në botë. Erdhi përfundimi i komunistave dhe agjentëve që kanë dalë këtu përdallë. Ne i kontrollojmë, ne kemi ngritur studentët që janë në Maqedoni, ne i organizojmë këtu, po janë 7-8 veta, unë e kam gjerë në televizor, cili është ai person që është i futur nga Sali Berisha dhe nga Edi Rama. Pra, shqiptarë, dhuruat më datën 13, e dita e fundit e agjentëve, e spionëve, e këtyre që rrinë këtu që paguhet, edhe hiqen trima, këta janë lëmarë. Policia është këtu dhe e është duke kontrolluar. Policia është në favorit të shqiptarët. Policia, sidomos drejtori i policisë, është një heroj i kombit që e ka ndryshuar nga drejtoritë e policisë. Ai nuk merr urdhë as nga Berisha, as nga Edi Rama, ai merr urdhë nga rinia. Edi Rama ka rënë. Qeverinë teknike e kemi krijuar. Me shqiptarët me ju, u gëzohem për gazetarët e ri që janë shpresa e kombit ju, kurse ata që quhen gazetarë e analistë për televizor, ata që po flasën aty, ata janë agjenta. Neve i kemi nxjerrë dokumentat, do shikoni dokumentat spaku që kanë erdhur nga inteligjenca jonë. Ju e kuptoni çdo të thotë. Kanë erdhur emrat që do arrestohen një nga një. I shihni këtu afër janë ata që punojnë në gazetën.